Muret mbajtëse me gur të cilët janë vendosur për parandalimin e shembjes së dheut nuk po e kryejnë punën e tyre. Vetëm pak muaj pas janë vendosur barierat kundër rrëshqitjes së dheut në këtë pjesë të magjistrales Prishtinë-Gjilan, konkretisht në afërsitë e liçenit të Badovcit në fshatin Kishnic. Pas rreshjeve të fundit atmosferike, dheu ka rrëshqitur përsëri, duke dëmtuar këto bariera dhe duke rrezikuar të bllokojë rrugën dhe sigurinë e pjesëmarrësve në trafik. Shoferët të cilët e frekuentojnë këtë magjistrale nuk pranuan të flasin para kamerës, por në mënyrë anonime thanë se po ndjehen të rrezikuar nga mundësia e rrëshqitjes së dheut përsëri. Gjithashtu ata shtuan se nuk janë të kënaqur me ndërhyrjen të cilën e ka bërë Ministria e Infrastrukturës në këtë zonë kohë më parë. Sipas profesorit të gjeoteknikës Hysen Ahmeti, kjo po ndodh me që muret mbrojtëse në këtë pjesë të magjistrales janë vendosur gabimisht. Spari thash duhet të llogaritet, pastaj duhet vendoset mosat preventive, çfarë muri duhet vendoset me dimensionim, a duhet me qenë beton arme apo muret tjera alternative, ato duhet të bëhet një studim adekuat, pastaj të projektohet dhe të zbatohet direkt në terren. Jo të vendoset muret vetëm sa për syje faqe ta vendosin një muri dhe ato rrëshqitje prap do ndodhen se presionet aktive janë më të mëdha se ato pasive të vetë murit dhe ato ndodhen rrëshqitjet. Edhe ndryshimi i parametra fiziko-mekanik, ndryshimi i kohës, ata parametra pra ndryshojnë me kalimin e kohës dhe faktori i sigurisë duhet të jetë më i madh se 1.2 kur të llogaritet, jo në zera. Për atë arsye ndodhen rrëshqitjet të cilat kemi adekuate, të cilat po ndodhen në çdo segment të rrugës. Kurse eksperti i komunikacionit Nol Dedaj nuk përjashton aksidentet fatale nëse nuk ndërmerren masa sa më shpejt. Niveli rrezikut është jashtëzakonisht i lartë për shkak se edhe rrëshqitja dheut ndodh për momentin kur aty i krijohen kushtet edhe del pastaj në shëritjen e qarkullimit. Nëse nuk merren mosat e sinjalizimit mbi rrëshqitjen e dheut, atëherë faktikisht vetëm pritet se deri në cil nivel mundet mu rreziku edhe komunikacioni rrugor. Të pas parasysh se ajo rrugë është me dëshëritat komunikacionit me kohe të kundërt, atëherë edhe një herë më shumë rritet niveli i rrezikshmërisë për dy kohe të lëvizjes për shkak të anashkalimit të automjetit dhe vjen deri te aksidentet që ka edhe me fatalitet për shkak se është pak a shumë jashtë Kishnicës. Televizioni ka pyetur Ministrinë e Infrastrukturës se kur pritet të intervenojë në këtë pjesë të rrugës, por deri në transmetimin e kësaj kronike nuk ka kthyer përgjigje.